afro 2 javësh e konfirmuar zyrtarisht në një vatër në Bulqiz, një smundje e rikthyer pra në Shqipëri, e re për Shqipërinë, për herë të parë shfaqur në 2025 e ka shkaktuar jo pak dëme dhe si vjet është rishfaqur. Po diskutojmë për masat, situatën, hetimin epidemiologjik, dëmshpërblimin që po miratohet pra vendimi i Këshillit Ministrave për dëmshpërblimin pra për këtë smundje për fermerët e dëmtuar vitin e kaluar, por sigurisht mbas të asaj VKM-ja do të vazhdoj dëmshpërblimi edhe për ferma që preken në 2026, edhe kjo aktualja, por edhe nëse do të ketë të tjera. Jemi në situatën kur, sepse bllokimi, izolimi i zonave i këtyre fermave është një nga masat kryesore për ta parandaluar përhapjen. Jemi në fazën kur ndoshta shumë shpejt për një muaj apo ndoshta diçka më shumë bagti shtektoj në Bjeshk, ku për shkak të shtektimit tufat përzihen, një pjesë ju përmendet Greqinë që ka vatra, një pjesë e jugut, Gjorkastra, vendet zona që janë afër kufirit pra me Greqinë. A janë të rrezikuara, a do këshillohen të ose cilat mund të jenë masat për të parandaluar se tani të ndalosh shtektimin është disi e vështirë, në të paktën në verë. Për sa i përket masave, thashë njerë, vlerësimi i situatës është në kuadër të rasteve që ne kemi dhe monitorim që ne bëjmë. Ne në katër drejtoritë rajonale dhe në 12 qarqe bëjmë monitorim të vazhdueshëm për pjesën e konfirmimit ose marrjes së informacionit për smundjen. Do të thotë edhe në diagnozë diferenciale, sepse kemi edhe smundje të tjera që mund të qarkullojnë dhe ne bëjmë evidentimin e tyre. Deri sot që flasim janë monitoruar rreth 8160 krerë dhe vazhdon monitorimi e tyre, por thash në Ministrinë e Bujqësisë është ngritur më një herë qendra kombëtare e krizës, e cila në raportimet e vazhdueshme që ne bëjmë dhe me komunikime me ekspertët, ne marrim masa dhe vendime si mund të ketë urdhra ndalimi për zonën, ku është siç është zona 3 dhe 10 dhe në tërësi për gjithë territorin e